Shëndetje teleshikues të nderuar. Kësaj radhe do të jemi me një musafir të veçantë në studio. Për është fjala për doktorin, profesorin e nderuar, mjekun Xhemil Bytyçi, i lindur në Bilush të komunës së Prizrenit, dhe puna e tij flet shumë, pra tavolina jonë është e mbushur me veprimtarinë, me punën e tij të palodhshme, dikun rreth 47 vepra të botuara, dhe profesori ka kryer pra studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Beograd, pastaj ka vazhduar specializimin në Zagreb. Është ekspert i urologjisë, ku ka punuar në Spitalin Aloka, dhe ka shtetëror, edhe shtetëror. Po, edhe në shtetit, po, në klinikën shtetërore, dhe ka edhe disa punë goxha të mëdha, po flas në aspektin edhe të shkencës, mirë po, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh deri më tani, edhe për poezinë, prozën, dramën, por edhe tragjedinë. Shumë është interesante kjo. Biles këtu kemi 3 drama të një ndër librat e profesorit, 3 drama. Mirë po, ne së pari i dëshirojmë me se ardhe profesorit. Mirë se keni ardhur, profesor. Ju faleminderit në ftesën që më keni bërë. Kjo është një merit e juaja, por kënaqësi e imja që pata mundësi të vij, të shprehi punën time të drejtanishme që e kam patur veçanërisht në mjekësi, po ashtu edhe pas në veprimtarinë time letrare. Juve keni lindur në Bilush, në një fshat. A mund të na tregoni për vendlindjen tuaj, ndonjë fjalë? Si është vendlindja juaj? Si është fshati juaj? Vendlindja ime gjendet në afërsitë të Prizrenit, në regionin e Vrimit. Është një fshat që dikur ka qenë gur dhe pluhur. Por që tani do të them se ka ndryshim të jashtëzakonshëm, sidomos pas luftës që është arrit në atë fshat, i cili është modernizuar. Fillet e para të shkollimit tim i kam bërë në fshat, ku me 1947 në klasë fillore të parën, kur atëherë u hap shkolla dhe fillova shkollimin bashkë me fshatarët tim, me shokët e gjeneratës time. Arrita shkollimin fillestar, 4 klasë aty, 2 të tjera 8 vjeçare që thoshin, vazhdova në fshatin afër Bilushës, në hoqën e qytetit. I kryta aty edhe 2 vjet tjera, mirë po pastaj për shkak që të kushteve u mbyll shkollat e gjysmaturës atëherë që i thoshim, u detyrova të shkoj në Prizren dhe vazhdova 2 klasë të tjera të 8 vjeçarës në Prizren. Në Prizren qëndrova 8 vite. Pas së kryerjes së gjysmaturës atëherë të gjyqare që ishe, vazhdova gjimnazin. Edhe si gjimnazist me shokët e mi, qysh atëherë me 1957-58, filluam të merreshim edhe me letërsi. Që të më thënë të shkrushim. Kur filloi poezia e parë që ti rave në dashurime të kështu më thënë, si e shkrujte? Poezia e parë filloi, dhe më thënë që këtu në këtë libër, e kem që se bërë në Ritme Rinie, po, Ritme Rinie, ky libër është prej periudhës 1958-1966, kur fillet e para të poezive të mia.
Dhe poezia e parë që kam shkruar është Vjershtori i ri. Mund ta lexojmë? Që mund ta lexoni. Ta ndajmë me teleshikuesit. Vjershtori i ri. O djep i ndjesive të molisuna, vallë, zbrazi i hen djenjat e stolisuna, shpresat e reshkuna që i ka zonë vetmia. Zanin e mallit që ta do lakmia. Vallë, a ende me dal nuk ngrite krye, ndjenjat me lavë, shkëndia me shpërthyje. Një ato ndjenjat e zjarta për një mend, që punës po janis me shend. Si bleta në natyrë që shkon fluturim, prej lules me kërkue ushqim, ndër male e fusha të gjelbrume, këngës janis me zemër të gazmueme. Mendjen trazoje që ashtë në qetësi, valet e mendjes të përplasen me stuhi, shpërthejnë djenja por si vulkan, si kur flamuri që valzon mbi timan, ndryqo punën me këngë bukurie, mbledh lulet bukra që hije i ka gjithësisë, në koshtin tënd mbili të me lullzue për herë, të mbine të lëshojnë erë në pranverë. Kërko gjithësin me ndryshue si kur qielli që shkëlqen, si kur dielli që natyrën e mban shend dhe zbukuron, nën jehun e zemrave tona, nën vegime, e zbukuron me ma të bukurat për shkrime. Përgëzimi, profesor. Kjo është poezia e parë që kam shkruar. Prandaj kisha dëshirë që ta ndaj me e para, por paska qenë shumë e finume, rafinume dhe shumë e ndikuar mjaft prej mjedës edhe prej Naimit. Më thënë ato vite kur mësonim shkrimtarët tonë të rilindjes, më thënë sidomos mjedën edhe Naimin, ata kam pas atë që i poet më të preferuar për vetë-vetën time. Naim Frashëri. Naim Frashëri. Edhe Ndre Mjeda, i madhi Ndre Mjeda ka qenë një urtarët e mëdhenj. Edhe bile ja kam kushtuar, qysh atëherë ja kam kushtuar një poezi Ndre Mjedës. Shumë bukur, shumë bukur. Pra kjo është, këto janë poezitë e para që ju keni notuar në kozmosin e poezisë, nga vitet 1958 dhe në vitin 1966, ku është një memoar, ose është një story ose histori në poezin që keni nisur pra në këtë karavan. Pastaj ne kemi disa punimet juja këtu që do t'i diskutojmë së bashku, mirë, po para se me fillu me diskutue punimet që janë plot këtu, pastaj ju vazhduat fakultetin, po? Pasi e kryta gjimnazin, vendosa të shkoj në fakultet të studioj mjekësin në Beograd. Çka të shtyri të studiosh mjekësin? Po ndoshta edhe insistimi i prindve ka qenë... Po ndoshta dëshirojnë që ti të bëhesh mjek? Po, të mjek, po ndoshta edhe dëshira ime që të bëhem mjek, ti shërbesh komunitetit njerëzve. Të njerëzve. Por është interesant duhet ta përmendi edhe këtu, Alen. Kur të fillon njeriu një punë me vullnet, edhe atë vullnet ta ndërpren, dikush ta ndërpren, ajo është tepër e dhimbshme. Do ta tregoj atë storien, që është edhe duhet të përmendet edhe kur nuk e harroj. Ndoshta edhe ka qenë edhe stimulim për vetë-vetën time që të mësoj të bëhem ato që duhet. Kushtet i kishim jashtëzakonisht të rënda në atë kohë. Nuk kishim varfëria e tepërt për të shkuar, për të studiuar dikun tjetër, duhet të kesh mjete financiare. Vendosa të shkoj në gjitha komunat e Kosovës për të kërkuar bursë. Askund nuk gjeta mbështetje.
vendosa të shkoj edhe në komunën e Prizrenit. Shkova në Zyren, ku ndaheshin bursat. Hyra brenda. Ishte një person, zyrtar, edhe me një shikim se ishe i dopt, i zbeht, me robe shumë të thjeshta. Nuk i lash për shtypje, si duket. Më veti, thë, pre nga jeti djalo. Jam nga fshati në afërsit të Prizrenit, fshatit Bilush. E mirë. Tha, qa do ti me studiohe? Ka ndërmend mjekësin, ashtu po mendoj. Më shiqoj me një urrejtje, me një përbuzje, me një... S'di se si mund të quj. Në nëshmem. Tepër. Mjekësin, thët, po të mjekësin. Njerit bërtiti me një fjallë. Hajtë bre djalla, tha, shko ruj dhente dhe dhitat jetë në fshatët se s'jeti për mjekësi. Me një fjallë më përzoni nga zyrat, dola jashtë, i demoralizuar, totalisht. Nuk është edhe për, duhet njeri të gjej forcë, vazhdoj. Të ringritet. Pa. Fuqimisht. E tash, po këthejmë, e kryta mjekësin, në ndërkohë, 2 fakultete, në më thonë mjekësin e kryta, po në ndërkohë u regjistrova edhe në stomatologji. Në më thonë, e kam absolvu stomatologjin, e kryta në moment edhe mjekësin. E tash më stas 6 muhabetin për të këthejme aty të epika. Ishte Baca Recep. Recep Nojani, një njeri bursh, i cili ishte tepër i dhanën mas arsimit edhe mas nxënësve të tij, për shembull që i urinepshin bursë. Tash pari du të shkoj në Prizren kur u ktheva, thash do ta falenderoj Bacën Recep sepse ka qenë shumë i përpikt në dhënien e bursave, gjithmonë mi ka dërguar me kohë bursat. Hymë brenda te Baca Recep e hasion Bacën Recep. Qasti, momenti, apo nuk e di se si është, po ai person që më ka thonë mu shko ruj dhente dhe dhit, po ai person aty te Baca Recep ishte. Edhe Baca Recep i entuziazmuar me mua, se kisha kry mjekësin, edhe 2 fakultete, në më thonë edhe stomatologjin e kisha absolvuar, i drejtohet ati. Shifte, thëtë, se qëfar studenta kemi pas në kemi ne, thëtë. 2 fakultete i ka krye, ja bon ati. Ja ktheju në pomër e Baca Recep, thash por, thash njërë du të them një heri, thash se s'muj me shumë atë tjenë. Po këj njeri, kur kam kërku bursën e parë, thash më ka thonë shkoth ruj dhente dhe dhita tje se ti nuk je për shkollë. Për shkollim. Në moment u zbeh, e uli kokën, dhe nuk e di se si e ndin të vetën në atë moment. Mirë po, një herit ja ktheva atë që u dushte. Shumë e madhe kjo. Tepër e madhe. Mirë po, kjo ka ndikua për stepërmit të kunë, që të mledhi kurajo. Edhe të ecësh për para. Edhe të eci për para. Kur shova në fakultet vitin e parë, gjithë shokët më thëshën atje, qa ke ardhë mërë ti, për ti nuk për din, gjuhën nuk për din, qa ke ardhë? Thësha, a di qka, nuk kam ardhë në këtu gjuhën me mësuar, po kam ardhë me studiuar mjekësin. Veç para. Pra nuk jam ardhë në fakultetin e gjuhëve, po jam ardhë në studiu mjekësin. Edhe mësova, vitin e parë në qershore kam likvidue, tash më stas gjasë. Pa, shumë mirë, shumë mirë.
Për ndryshe, në Beograd ka qenë shoqata e shkrimtarëve, Përpjekja. Përpjekja. Po, me qenë su mërshë me... Aty jeni marrë përveç shkrimeve, a jeni marrë edhe me muzikologji? Ashtu që tash do të kaloj aty, po. Shumë interesant kjo. Përpjekja ka qenë në fillim, ka qenë vetëm si shoqat e shkrimtarëve të studentëve të Beogradit, shqiptar. Ma vonë, po atë vit e shëndërum në përshkaqe të arsyeshme, si shoqat letraro muzikore, që përveç poezisë, shkrimeve, të merremi edhe me muzikë. Me instrumente. Po, me instrumente. Unë në gjimnaz kisha mësuar edhe mandolinët, luaj me mandolinë. Interesant. Luqa me mandolin për mrekulli, edhe u futa në orkestrën e shoqatës muzikore të Përpjekjes. Edhe kam luajtur gjatë gjithë kohës me mandolin, 2 mandolinista kemi qenë, edhe ato 2 Gjemilja. Gjemili nga Prizreni, fshatit Bilush, edhe nda një shok tjetër Gjemili. A din të dish mirë mandolinës, a? Kam harru, kam harru, po shumë vonë, deri vonë kam luajt. Çdo konkurshësha veç me mandolinë, ka qenë i harreshëm gjithmonë, muzikën e kam dashur. Por me këndu, nuk kam ditë me këndu asnjëherë, po këngët e kam përcjell gjitha. Shumë mirë. Kështu shoh, keni bërë disa punime, disa angazhime, diku 47 vepra letrore, jeni pjesëmarrës në World Poetry në bashkësinë e madhe të poetëve botëror, domethënë, ku domethënë edhe Den Kin kanë arritur poezitë e juaja, punimet e juaja kanë arritur, domethënë. Ju jeni pra merren me haikun, a? Haikun. Me haiku, po. Po, me haik. Haiku si zhanër. Çfarë lloj zhanri është haiku? Haiku është... Nga Japonia, ko? Nga Japonia, po. Tash do t'ju shpjegoj. Poezia e haikut rrajt ka nga Japonia. Ato qysht në vitet e 700, 800, 900 kanë filluar. Apo në oborët të tyre mbretërore të shkruhet poezia haiku. Një disiplinë shumë e madhe poezisë. Po. Poezia haiku përbohet prej 3 vargjeve, vetëm 3 vargje, asgjë më tepër. Por është poezi tepër e kondenzuar, e ngjeshur, e gdhendur deri në përpikni. Ashtu siç janë edhe japonezët. Ashtu sikur se që janë japonezët. Du ta përmendi këtu se profesor Shoqëri Nimani ka qenë në Japoni me 1977-78, edhe atje 2 vite ka qëndruar në Japoni për art. Se dhe poezia haiku është një lloj arti i veçantë. Sa është marrë me historinë e artit e me. Arti, po. Edhe ai i pari në Kosovë ka sjell poezinë haiku. Profesor Shoqëri Nimani. Bile edhe para Shqipërisë. Interesante. Në Shqipëri më vonë ka ardhur poezia haiku. E të ndalemi te profesor Shoqëriu, ka qenë jashtëzakonisht adhurues i poezisë haiku. E ka librin e tij me haiku, të cilin e ka përkthyer nga anglishtja, tuar me 1984. Ai libër ekziston edhe ma ka pas dhuruar mu. Me 2009 unë hasi në një libër të Julia Gjikës, është një shkrimtare poete korçare, por që jeton në Amerikë, Shtetet e Bashkuara. Hasi unë në atë libër dhe viju në dete ajo pjesë e poezive haiku të saja. Mi lexoj nga 3, nuk e kisha idenë çka janë ato.
e pyes djalin, thamë, Marta, çka janë, diçka shumë të çuditshme, po më duken këto poezi të bukura, të mira, po shumë të shkurta, shumë nuk e di. Ai kishte një njohuri djali, se në Amerikë që në studime edhe. Thotë, këto janë poezi, thotë, zhanrit japonez nga tri vargje, të cilat kanë rregullat të veçanta, mi tregon mund disa rregulla. E lexojën atë pjesë të aty në haikuve, nësi më pëlqyë në fillohet, tash, a bon marrë, tash të filloj edhe une me eksperimentu, me këto poezi haiku. Edhe shkruajta disa poezi, edhe vazhdova, që është atere. Libri I parë me poezi haiku që është atin, është kë 777, shi? 3/7. Po, shtigjeve të shpirtit. Shtigjeve të shpirtit? Shtigjeve të shpirtit. 777. 7. Haiku. Shtigjeve të shpirtit. 77, ku është recenzent profesor Shoqëri Nimani. Interesant. Edhe ky libër është tepër I bukur. Me la përshtypje, përveç këtij libri, me la përshtypje Kuror të ndafilash. Po. Më kujtua historia e Japonisë, një kulturë, një qytetërem shumë I lashtë. Po. Me këto lulet me këto pemë që binë edhe gjithçka duket sikur ngrinë në natyrë dhe bie me një lehtësi, edhe aty afër është një person që mediton rreth haikut, rreth natyrës, rreth bimësive, rreth disiplinës, ndoshta ndonjë gotë e vogël çaj me ato gotat e Japonisë, ai ambient që e ka çu këtë shtet ose këtë civilizim sot në teknologjinë më të lartë që mund të ekzistojë njerëzimi, sepse është prodhuesi I plazmave edhe deri te mjeteve më të larta motorike. Pra ku nis edukata, se jo rastësisht jam duhet thonë këtë profesor, se keni sjell diçka shumë të bukur edhe me të vërtetë Kosova kombi shqiptar duhet ta di rëndësinë e haikut, sepse njeriu po nuk pat haik në jetën e tij, nuk mund të arrijë. Një qytetërem nëse nuk ka disiplinë, nëse nuk ka mbylljen vetveten për të shpërthyer, sepse ti duhet mbyllesh në vetveten, në haik me sa shafun, është mbyllja tek vetvetja, mbyllja dhe diskutimi me veten për të shpërthyer, pastaj për të dhëru, sikur lulja që mbyllet në vete, pastaj shpërthen edhe në shën aromën. Dhe shoh këto petale të bukura, kuror të ndafilash. Në këtë libër, çfarë mesazhi ke dashur të përçosh? është një përmbledhje me poezi haiku, ku Kujtim Agalliu ka qenë një shkrimtar, edhe I cili është marrë edhe me shkrimin e poezive haiku. Edhe ka bërë redaktimin e këtyre poezive, të cilat poezive të haikut I kanë pëlqyer aty fort, edhe ky libër është botuar në Shqipëri. Interesant, Jonalda. Po, në Shqipëri është botuar, janë poezi të dendura, po të lloj-llojshme. Karakteristika është të poezit haiku se kanë rregulla, ka rregulla. Domethënë në rrokje 5, 7, 5 rrokje. Interesant. Të nuk bën më tepër me pas. Nuk bën me kalue. Tash kohët e fundit mund është për shembull 2 rrokje apo 3 rrokje në kontekstin e përgjithshëm, po jo më tepër se 10 rrokje të ketë fjalia. Për shembull, marrim një pjesë tu e lexoj. Në heshtje udhtojmë shtigjeve të qiellit. Takuam dhe udhëtar të tjerë. Drita e vetmisë reflekton në pasqyrë, përsëri qëndron në këmbë. Silueta e saj më bën të ndihem mirë, vazhdoj ditën me gëzim. Urë harkore me shtylla qëndrese, nën kalime shekullore. Vetëm 3 domethënë po rrika kjo. Ku gjë më tepër. Vetëm 3 fjali. Shumë interesant. Shumë interesant. Shkojmë edhe tek libri
pra edhe njëherë tek 777, Hajku, që ka bërë recenzien profesor Shoqëri Nimani. Nimani redaktimi, po. Edhe kjo shkon ashtu pra 3. Fjala dashuri me zili, në plag vdekje bashkon. Shumë e bukur kjo. Domethënë dashuria që profesori e përshkruan me vargje kaq të bukura të Hajkut, tregon që dashuria largon zilin, largon urrëtitjen, largon gjërat e përshtyra. Gjë që sot ne si popull dorën zemër, kena nevojë shumë për dashuri. Ashtu. E vetmja është dashuria që njeriu ne mban të gjallë. Mban të gjallë, është e vërtetë. Ju keni shkruar edhe disa drama interesante. Tu kam librin e juaj 3 drama që ne si produksion dhe si kompani do të mundohemi që këto drama t'i realizojmë në film, t'i bëjmë si seriale, edhe do t'ishte një kënaqësi shumë e madhe që këtë libër ta kemi, në mënyrë që këtë libër ta bëjmë skenar, edhe në një të ardhme të shpejt ta shikosh edhe te punën tonë të realizuar përmes aktorëve në televizion. 3 drama. Çka kanë këto 3 drama? Cilat janë mesazhet e tyre? Cili është kuptimi i këtyre 3 drama? 3 drama. Këtu bëhet fjalë për 3 drama. Një dramë tepër që kam edhe për qefi është Gjurmët e shpirtit të heshtur. Kjo dramë më flen në shpirt. Aq edhe më tepër është një dramë e dhimbshme për shkak të personazhes e cila ka psuar gjatë kohës së luftës kur ka kristu në 1999. Kur njerëzit gjemteri ose moshatar, domethënë të viteve që kanë qenë të aftë për luftë, janë kyç në UÇK. Ndërsa familjet i kanë lanë në shtëpi, me fëmijë me kret, edhe bashkëshortë e familjarëve ju kanë thonë, ju rrini në shtëpi e rune pragun e shtëpisë. Fatkeqësia që ndodh ma vetë. Kur forcat paramilitare qarkullojnë në për tërë Kosovën, se nuk është i vetëm i rast këtu, po kemi na përdhunime afër 20.000, po fatkeqësia jonë që na mendojmë për diçka tjetër, e çka është e rëndësishme atë fare nuk e japim rëndësi. 20.000 përdhunime. Po, ashtu shkruhet. Nga forcat paramilitare serbe. Po, në përgjithësi. Tash unë nuk mund të futëm atë, po sipas shkrimeve që bën. Ashtu. Është fatkeqësia më e madhe që po atë natë kur krisi lufta, paramilitarët futën në shtëpinë e personazhit kryesor në shtëpinë e Njenit pronarëve pjesëmarrësve të UÇK-sit që ka shkuar në luftë. Po. Kurse drita ka mbet me fëmijë, me 3 fëmijë të vetë në shtëpi. Hyjnë atë në shtëpi, për mos ta elaborojmë atë tepër se s'ka kuptim dhe hupim kohë. Në prezencë të fëmijëve i fregojnë fëmijët me pushk, me thika, me senden aty, ja lidhin gojën, tyrën, mollën ja futin në gojë, me shamin ja lidhin, e çojnë në dhomën tjetër e përdhunojnë. Kur kryen ato të tash atin, fëmijët kanë hyrë në tavolinë për mu fshef se njeni prej ushtarëve rrinë me thik aty, kujdestaron derisa ai është në anën tjetër. Kur e kryen ato, atë thotë, hajde tash lirojmë, tash mjaft ma pa ikim ne. Fëmijët për nënë të qka u bo me ty, për nëna kurse si më ju të regu fëmijëve qka i ka ndodhë. Thëtë, me edhe qka pyten për babin, ku është babi? Se dishin që është në UÇK ka shkuë, se s'mundet më ju të reguë. Prandaj, as kujt nuk i ka të reguë kjo femën.
që ka ndodhë në vetë gjurmët e shpirtit të heshtur. Ka pas gjurmët tepër trante, po mirë po shpirti i saj gjithmonë ka heshtur, s'ka guxu as kujt me ja përmend atë. Atë krim, atë... Edhe mos të ndahem më tepër se është tepër e gjatë dhe tepër e dhimbshme. Është e dhimbshme. E dhimbshme tepër deri në fund si do. Po. Mos të zgjasim më tepër. Mes miri kjo realizohet përmes ndonjë filmi ose prandaj edhe bashkë për këtë nuk kam dashur me shkurtua. Nuk kam dashur me shkurtua. Vetëm që ta ketë të jetë si libër i plot me për skenar të mundshëm, dikur, ndoshta i bjen mend dikujt të di që ta bëj si skenar, po. Prandaj nuk e kam shkurtuar, po e kam lënë asisoj. Puna e regjisorit është për shembull për më vunë teatr, puna e regjisorit është ajo e hekat e çka duhet, çka është. Mirë, po për film është shumë e bukur, shumë e bukur. Tu keni shkruar edhe një trilogji. Edhe kjo është një libër të cilën e kam për mi... Edhe kjo sigurisht i kushtuhet luftës së fundit? Po, luftës së fundit. Është një trilogji. Po, me një periudhë tepër të vëtë, është shumë dramatike edhe kjo. Edhe kjo libër. Libri, dhe më thënë, drama e parë është atë në fshat, kur lindin dy fëmijë, ndërsa për shkak që shëndetësore nana vdes. Por këto fëmijë pastaj birësohen, i birëson dikush. Për të kujdes për ta. Po, për të kujdes. Ata i marrin dikush e din. Mirë po asnjëri për tjetrin nuk din për këtë vllau me motër. Mirë po koha e luftës i bashkon ato vlla motër, po pa ditë ato kush janë. Shumë. Ma vonë dikur atin, kurse personazhi kryesor, kur rritet ai në gjimnazi, për shkak që me vitet e 90-ta, serbët i kërkoshin gjelmoshat, jem 18-20 vjeçar aty për me marrë, me fut në luftë. Po me qunë në front. E ky gjen rastin edhe shkon në shtetet e huaja, del për jashta, prej aty shkon në Amerikë. Shkon në Amerikë atje dhe shkollohet për Akademinë Ushtarake. Kthehet pastaj në Kosovë edhe futet kyçet në luftë. Ma thanë luftët mos ta përmenim, aty se është e repër. Mirë po gjendja pas luftës është gjendja e luftës, do më thënë tregohet aty. Mirë po, në pjesën e tretë, gjendja e pas luftës, për shka ka luftues mund të pajtohet disa gjëra se nuk janë të shku mirë, nuk janë të shku në rregull, sikurse është realiteti jon. Sikur ka menduar, po. Po. Prandaj edhe stresi i luftës e ka bërë atë, që ka qenë gjatë luftës, pastaj edhe stresi tjetër pas luftës që s'është pajtuar me shumë gjëra, edhe e ka filluar pikpa me mentale, me devijue. Në ndërkohë e gjenë shënimit edhe e kërkon edhe motrën e vetë. Me atë që kanë filluar të gjatë luftës, mu dashur me simpati. Thot pa diçka, tani nuk kemi kohë për dashuri. Le të kryet lufta e pastaj do të vazhdojmë në dashurinë tonë. Tash e kemi kohën e luftës, për luftë do të luftojmë, e jo për dashuri. Se dyja, dashuria dhe lufta nuk shkojnë. Nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë. Ashtu, dhe tash mos të dhe, po dhe është tepër edhe ajo është e dhonë. Interesante, sepse këto mund të bëhen edhe filma shumë spektakolar. Shumë. Pas ka një përmbajtje shumë thella, shumë bukur. Ëndra e volve të detit. Interesante kjo. Jeni inspiruar nga deti. Ky libër është shkruar në gjuhën malazeze, drejt për drejti. Interesant. Se zotnoj mirë, atë se Beograd pa tjetër ka qenë në negative. I gjithë ky libër është në gjuhë malazeze i shkruar, i botuar në origjinal. Jeni frymëzuar nga Ulçini atje, po nga pjesa bregdetare, nga bregdeti? Ka atje pjesë. Ndërsa
këtë liber e ka shqipëruar një mikesh poete Radie Hoxha në Shqip. Rabie Hoxha, po. Radie Hoxha, Radie e cila Radie aq bukur e ka shqipëruar, sa që befasohëm edhe unë e vetë në një libër shumë modern. Vitin e kalum ky libër është botuar në Malin e Zi, në Tivar Malit Zi, original, më thënë gjuhën malazeze, dërsa vitin e kalum po ashtu edhe përkthimi është bërë. Ja, pikërisht ndoli në bazë titullit Hodha rjetën në det. Robrova fatin e artë, kurse dëshira më shpëtoj. Shumë interesante, shumë e bukur. Këtu kemi edhe një poezi hajku, përmbledhje 707 poezi hajku, amësi toke. Mirë po, para se të him të mesazhi i librit, duhet pyes diçka. Te ky numri 7 që jeni i fokusuar, keni lexuar për 7-ën, e dini se çfarë simboli ka? Po shefe 777 që janë numra simbolike të cilat gjithmonë aludojnë në fat. Po. Në fat. Të njeriu të 7 ditë e javës po. 7 ditë të javës, 7 ditë të 7 shije, 7 botë në 7 Shumë interesante. Po. Me thekse rrufesh e tinguj bubullimash, bota mbet në vrojtim. Qyqja e krekosur, këngën e harroj, bilbili je përkujtoj. Çdo gjë ishte mbyllur, lulet i hapen petalet, në gëzimin na falen. Vendosëm që dhe për te thepave të bjeshkëve të nemuna, bindshëm të mbijentojmë. Do më thonë, ai personazhi se ju në këtë rast, e keni atë dashurin, e keni atë zellin, e keni atë ambicjen, që dhe bjeshkët që quhen bjeshkë të nemuna, ti te i kaloni, dhe më thonë, me suksesin dhe punën e ju të pandalshme. Shumë interesante. Është interesante edhe titulli i Amësi toke. Amësi toke. Amësi nënkupton një gjendje shpirtërore e nënave. Po. Ndaj foshnjës, ndaj fëmijut, ndaj çdo gjë. Sepse edhe toka ka një bark. Po, për bark i nënës. Po ashtu. Po edhe toka ekziston edhe amësia e tokës, edhe toka kujteset për ne. Është vërtet, është si nona. Po, prandaj e ka dhe titullin amësi tokës, edhe toka. Sepse ne ushqimin përbetohemi, gjithë në ushqimin përbetohemi në tokë. Në tokë. Gjitha ushqimet në tokën qiell, se po, thonë. në tokën qiell. Gjitha ushqimet i kemi nga toka, që vinë, por edhe nga qielli normal. Nga qielli. Këtu kemi një libër që me të thonë drejten, më shtini pak me menue, sepse është një periudhë e cila e kemi kalum, por akoma ka mbetur si një lloj drame mesin tonë, lojrat në hijen e Covid-19-s, një trilogji. Ju jeni edhe mjek edhe... Tri drama. Tri drama. Ju jeni edhe mjek edhe... Unë kam pasur rastin me një mjektimin cilën e përshëndes, jeton New Jersey, në Shëba, Ramazan Hoxha, ku kemi biseduar për çështjen e Covidit, disa emisione në për radio, se a ka qenë trillim kjo smundje, apo ka qenë bërë në laboratore, apo ka qenë e vërtet, apo ka ardhur nga kafshët, apo si ka qenë, por ka qenë temë diskutimi në shumë media, në shumë televizione, në shumë radio, shumë shkencëtar, organizata OBSH, po ashtu, dhe sot po del që ndryshon kohra, ndryshoi qeveria në Amerikë dhe tash po del se gjitha pas ka pas qenë një lloj eksperimenti me njerëzimin. Tash nuk i di se çfarë do voj fati kësaj pune. Mirë po ju kur e keni bërë trilogji, edhe më shtinë pak me buzëqesh pak. A thu ka qenë trilogji apo ka qenë realitet? Se ju jeni mjek dhe mund të tregoni më mirë. Mund ta quajmë na si do qoftë, edhe çka do qoftë. Po qoftë trilluar, po qoftë reale, po qoftë eksperimentale. Po eksperimentale apo diçka. Po fakti është se ka ekzistuar ai virus. Edhe ka Fakti marrë shumë është jetë. se edhe shumë jetë ka marrë.
S'mund t'i me thosh ti se është, në më thonë, lojna. Se dhe shpesh herë këmë të tonë, për shumë njerëzit tonë, hajtë marrë qëfar virusi, unë virusin të me raki, me një gotë raki dhe me një udhër e hekje, unë mendje njerëzve dhe shumë njerëz intelektual, Kanë ra prej e saj. kanë ra prej, për shumë edhe kanë vdek për shkak të bindjes atij që nuk ka besua faktikisht. Mirë po realiteti është i tillë që njerëzit njerëzit kanë vdek prej kësaj. Dhe shumë djegë për shumë që nuk e kanë prit. E ka qenë gjë e papritur për shumë kur janë infektuar. A ka qenë kjo, profesor, e bëme në laborator, apo ka qenë... E tash ekziston, edhe ajo mundësi ekziston. Se sot janë të mundshme në pikpamje gjenetike të krijohen krijesa, sidomos virusët ose bakterit ose në pikpamje Kushte laboratorike. Po, në mënyrë laboratorike. Janë të mundshme këto mundësi, më thënë. Po, realiteti është ajo që ka ekzistuar, jo vetëm tek ne, po në këtë botën ka qenë ajo. Edhe shumë vende, shumë shtete për shembull nuk e kanë pranuar si të tillë. Kanë menduar se është me të vërtetë është një lojë farmaceutike apo një lojë të tjera, por realiteti tregon diçka tjetër. Përmes kësaj, çka ke dashur mesazhi i shkurtër? Mesazhi i shkurtër është se është titulli i... Lojat në hijen e Covid-it. Po, lojat që janë tri drama janë këtu. Bashkëjetesa në karantinë. Bashkëjetesa në karantinë. Po, bëhet fjalë për një mjek i cili ka qenë në spital, ka punuar, edhe ka bashkëjetuar me një femën tjetër në shtëpinë e vetë të mbyllur. Që të dy, po. Të dytë aty. Mirë po kur është sëmua, atëherë ka ardhur puna aty në gjendje e tij, po ka mbijetuar. Shumë interesante. Po. Kjo karantina ka qenë, me sa kam informacion nga Avicena ose Ibn Sina, një mjek i lashtë me origjinë persiane. E di që ka qenë kjo edhe në atë ku është kanë karantina, kur shfaq murtoja. Karantina është se ka qenë në murtoja. Domosdoshme të një lloj smundjesh për ta trajtuar smundjen. Se tash kur e përmendet ju karantinën tash atë njerit më udhëzmu një simptom tjetër. Për shembull, karantina është më e nevojshme te linja e madhe të variolla vera. Unë kam qenë me 1972-ën, kur është lajmëruar linja e parë, linja në Kosovë. Po, unë kam qenë i pari në Prizren që i kam sjell 2 pacient në repartin infektiv. Në Beograd, me të 9 në Kosovë është lajmëruar me 14 mars 1972. Ndërsa në Beograd, në repartin e dermatologjisë, një pacient me linjën e madhe ka qenë prej 9 atin. Mirë, por nuk kanë ditë atë se çka është punë, s'kanë mujnë atin. Në momentin kur këto 2 pacienti kam sjellur në repartin infektiv në Prizren, është shumë interesante edhe kjo ndodhi. Isha në vizitë shtëpiake. Kthehemi në ty, ka 2 ora e punës, në ora 2, që mbaron të puna. Kishte ardhur një përcjellës me 2 pacientë, një femër edhe një mashkull, të cilit kishin qenë të përfshirë me pustulla. Me pustulla, do më thonë në për kokë, e sidomos edhe në për flokë. Sikur hematoma me qenë, ha? Jo, hematoma, pa në pustulla. Si rumbullake, shumë? Po, të me qelbë, mbushën ato, me qelbë, mbushën edhe me langë, mbushën ashtu që fryën ato, në ftyrë edhe ndatin. Pacient, kë përcjellë si u ktheshë prej vizitës shtëpiake, më drejtohet kë pacient mu. Përcjellësi. Tho, doktori, kemi një 2 raste, di që ka kalu koha, po a banë me shiqua se janë gjendje të randë. Po, më rëtëm, se s'ka kur fa problemi. I prek ju në ato me gisht timin. Po. Ja, qene.
edhe në moment çka janë këto se janë, mi po pat mirësisht, më kujtohet një fotografi me litë, që profesor Todorović që ka qenë një libër infektive në Beograd, kur ka mësua unë atëre, më kujtohet e fotografi e ati pacientit. E shfaqur. Po, e shfaqur, dhe më të në fotografi në libër, po më vizualizohet më e fotografi. Të kujtohet pastaj. Po. Si me shkru diagnozën... Identike, simetrike. Si me shkru diagnozën për me dërguë, se disha që shumë interesant është, me dërguë këtë pacient... Sa është edhe imazheria, më do këtë mjekësi, imazhi, dhe më thënë qysh... Po, te përëdhimshme. Në atërë edhe fryma, aj, temperatura, dhe mund në ftyrë. Edhe plus unë me gishta i preki, unë aty të mos dy se qka është, se s'kishem pa në kur, qka është. Rasti veçantë shumë. Rasti veçantë, se s'kishem pa kur. Po fatë mirësisht, më kujtohet më e fotografi, mi po për ta shkru diagnozën edhe udhëzimin për me qunë në spital, duhet një diagnozë udhëzuse. Po, variola vera, atë nuk mund të shkruaj unë se nuk jemi thirrur unë për atë diagnozë, pa ekzaminim laboratorik të vërtetohet, e tek manera mundu atë, se në qoftë se e shkruan ti atë, i detyrueshëm je që në moment organizatën botërore ta lajmërosh. Lajmërosh. Mirë, po në këtë kontekst e shkruaj në rubeola. Rubeola është në grupin e njëjtë me variola verën. Variola, po. Po që mund është me shkëru lirisht, atin edhe një shoku tim, profesor Zenel Kabashi, ka qenë kujdestar në Prizren, a i pranon aty. Kur i merë këto dy raste aty, doktor Durmishi edhe doktor Gjelal Gjipo kanë qenë infektolog, këtë jetë epidemiolog, atër hasë dushimi, se edhe kanë pas edhe gjësa raste kanë pas aty në report, nuk e dishin se qka është puna me ta. Edhe verifikohet, ajo që është atin. Urgentisht nga Beogradi vjen helikopteri, i marrin mostrat për laborator, edhe në mramje vjen diagnoza e saktë se është variola vera. Wow. Nesër të unë shkoj në punë, lajmërohem si normal, drejtori më thret mu që kom pasur në kontakt ati, që kom pas kontakt drejt për atërë, edhe njerit unë në karantin, 18 dit, vdekjen e kemi pa me sy. Kur, në qëfar momenti, në më thonë, do të shpërthen. Kjo është infektuse, a? Po, infektuse është aja. Edhe vdekshmëria është, mos ta teproj tash atë se kom harruar të shifre, po dikun të mbi 80% është vdekshmëria. Wow. Mbi 80% është, mos të... Shumë rrezikshme. Se kam harruar. Si trajtohet kjo, profesor, me medikamente, po si... Jo, s'ka virus. Virus është. Është virus. Virus është, nuk ka medikamente. Jo, nuk ekzistojnë. Jo, vetëm hiperimunigama globulin. Dhe më ta globulin që për me rrit imunitetin. Me imunitet, po. Vaksinimi, po, vetëm vaksinimi që më rrit. Fati është që kam shpëtu une, vaksinimi se si fmi kam qeni vaksinuar. Pra ndë edhe vaksinat nuk më zishin mu. Derisa ishim në repart infektiv, rastet u lajmëroshen aty shoshen vizita. Nga kishtë originën kjo virus? Nga cili shtet? Nga cili vend? Adhe personi që e ardhë si përcjellës ka qenë në Haxhillëk. Me uji, i ka sjella. Dhe që aty është halakam, kur të shkojnë në atje vinë nga Afrika. Po, me 72-ën ka qenë, dhe ne kanë marrë ujnë, po gjana tjere për atje ka qenë viruse, dhe në i batir, edhe ju kanë gjithë. Po se vinë nga gjitha kombet e botës atje mbledhën në Haxhillëk. Po që janë infektu njerëzit, edhe kanë marrë gjëra, kanë ble gjërat që kanë qenë edhe kështu. Ka ordite në Kosovë. Po, i mbetën pak borgjë teleshikuese për jetën e juaj akademike. Po. Ju keni qenë profesor në Universitetin e Prishtinës, a? Po, Prishtinës, po. Keni dhënë sen. Po, orolog. Si ishin ato vite me studentët, me ju, me studentët? Si ishin ato
Si ishte ajo ku po Po flas? shepe, është tepër kënaqësi e madhe ka qenë, po mos të them, unë po me të vërtet në klinik, sidomos në urologji, kam punu për stepërmi, edhe kam dhënë për vetes për stepërmi. Duhet njëri të ketë një forcë të veçantë për chirurgji. Mos t'jetë frikacak. Gjithmonë. Po deri në atë moment kur e shef që nuk e rrezikon pacientin, shëndetin e pacientit, domethënë dhe aty do të më qenë për mos me vertigu. Kam punuar gjanat tepër të rënda, tepër të mëdha. Pra keni qenë profesor ordinar, a? Ordinar, profesor ordinar. Do të ndalem edhe në një lloj të intervenimit që ndoshta unë në Kosovë i pari e kam bërë, para Beogradit, para Ljubljanës. Në Prishtinë është bë me 1990. Shkojë në Zagreb në janar, ku atje erdhë një profesor nga Gjermania, nga Yale i Gjermanisë, edhe prezenton të një lloj të operacionit të veçantë, të rrallë, që po është në Evropë, këshin fillu atër. Operacioni pari i tillë është bë në Gjermani me 1987-88. A unë me të 90 e kam bë. Interesant. Fill pas 2-3 vjetë, ashtu. Po, ashtu. Edhe kthejmë, unë e shiqoj ato që me videoprojekcion jepeshte intervenimi chirurgjikal që si pot, me fletore, po të edhe njështë me shërshelimit. Duke përshkruar, duke... E për përshkruaj që lojnë e tretmanit që si pot, diagnoza kjo tjetër. Të kreta, procedura e operimit. Në mramja e lishoj pra përsëri edhe njërë trurin, edhe i plëtsoj ato vendet, sepse kisha vrejt atë ku kam mangësit. Zbrasinat e mundshme. Kthejmë, unë në Kosovë edhe dikun në Qersharë të vitit atë, i drejtojt profesorit. Të profesor, kam një rast, po mendoj për me botat, vetëm po në kishte besim edhe në hyne. Du të përmendi tash edhe profesor Gazmend Shaqirin, profesor doajen i chirurgjisë kosovare ka qenë profesor Gazmendi. Tash edhe se je i fort në vetë vete, gjithmonë du të kesh edhe kujdes se mundet edhe diçka me të ndodhë. Rasisht e pacienti vunë pastaj. Prandaj, gjithmonë du të kesh edhe një krah tjetër të sigurt e trasur edhe profesor Gazmendin. Puna ekipore është, gjithmonë është e sukses. Edhe profesor Gazmendin që kemi punu ndjerë pas, kemi punu për stepërmi gjëna tepër të rënda me profesor Gazmendin. Edhe hymë në atë intervenimit. Profesorin nga Gjermania e punoj për 6 orë atë operacion, a une e punova për 7 orë. I njëjtë, dhe më thënë, qka ishte puna? Ishte qeshtja e karcinomës së fshikës urinare. Ku duhet të heket fshikës urinare krejtësisht me prostat. Edhe prostata edhe fshikësa. Cistoprostatektomi, dhe më thënë kajtë të tini. E tash fshikësën urinare duhet me bo rekonstruksionin e fshikësës urinare me zorë të holla. Edhe ajo të jetë kontinente, të lidhet me sfinkterin e jashtëm, edhe të jetë pacienti kontinent. Dhe më thënë kontinent që urinimi të jetë normal. Më thënë pak kur farë rjedhit për pengese, po si mas dëshirës edhe vullnetit kur keni vëpërmë të po. Aty është edhe mjeshtëria më e madhe. Ajo është. E më e madhe. Tash më stazgjas, ma tepër, ai pacient ka jetuar 25 vite
Wow. Prandaj një seri të këtyre Shumë llojeve interesant. mastazh. A keni vazhdu pastaj, a keni pas pacientë të tjerë që kanë qenë ngjashëm me këtë pacientin, po flas? Tepër. Tepër ka pasur. Po. Pse është, se mos dalim pak mbi temë, po. Pse është ka shumë e përhapur problemin prostat tek meshkujt? Shive, problemi i prostatës se Sidomos kur arrin një farë moshë, kuptohet. po shifni prostatitis domethënë inflamacion lajmërohet në vitet e hershme, domethënë 20, 23, 24 vjet deri në 40 vjeç, 50 vjeç, deri në vazhdim për shkak të infeksioneve të jashtme të mundshme, për shkak të ftofjeve. Po është një problem tjetër që në fshikës urinare mund të lajmërohen edhe karcinoma e fshikës urinare në këto vite, domethënë vitet e 40, vite 50, 60, po në këto vite karcinoma. Në qoftë se evitohet rasti i karcinomës së fshikës në fazën e parë, në stadin 1 edhe në stadin 2, 100% janë të shërueshme. Janë të shërueshme, njerë trajtohet me resekcion, domethënë me operime këtu transuretrale. Mirë, po nëse shef që po përsëriten, atëherë vjen konsiderim heqja e fshikës në tërësi, të bëhen gjitha ato llojet, janë shumë lloje të Procedura, po, janë procedura, mos të zgjas. Gjithsesi, këtu kemi edhe librin Qielli i Qëndisur, me poezi. Me poezi. Po. Këtë e pas keni botu Po, vitin e kaluar. 2024-shin. Po. Cili është botimi juaj me taze kështu me qyr, me i ri që keni bë pe këtyre botimeve apo? Po, botim me ty, Ajaxi Dardan. Ajaxi Dardan, kjo është tragedi, një dramë, është... Ku, se unë jam edhe historian me profesion, kështu që... Ajaxi... Tërhiqje shumë kjo. Ku e keni marrë motivin ta shkruani këtë vepër, këtë tragjedi? Ku jeni frymzuar nga historia e Kosovës, nga lashtësia e Dardane? Ajaxi, të kthejmë tash atë në historinë e Ajaxit. Ajaxi ka qenë një luftëtar. Luftëtar i cili i denj ka qenë atë, për shtepër një luftëtar i fortë, apo këtë edhe ka fituar luftën. Edhe masi edhe ka fituar luftën, po ka pasur disa probleme të veta, diçka çapo di unë atë. Edhe mantenja është kthyer atë. Mirë, po stresi i luftës është tepër i madh. Po, normal. Stresi i luftës është tepër i madh, prandaj edhe ata njerëz që kanë qenë edhe në luftë pak a shumë mund të priten edhe ndryshime psikologjike, kanë probleme rregullime mendore të tepër të rënda. Po zakonisht edhe në ushtri ndodhin këto probleme. Ashtu. Kur janë nëpër lufta, për shemb, ushtarët amerikanë kishin pas shumë probleme në Vietnam. Në Vietnam sigurisht. E tash Ajaxi kur kthehet për luftës, me një tent madhe, ku janë dhend. Edhe tash mendon se ato dhend janë njerëz. Edhe shkon edhe me shpata i therr këtë dhend, i therr dhend sepse ka lujt e këni. E tash, edhe probleme kanë pas edhe atër... Se do ta kapi një pjesë shumë interesante, se bashkë lidhet me pikërisht me librin. Po. Zëri Lalushit. Ajax Trimi thot, Ajax Trimi ka hije, apo më dëgjon? Ajaxi përgjigjet. Po dëgjoj Lalush. Ma ke kujdes nga plumbat e armikut. Gjithmonë në momentin të plumbat të armikut. Shumë interesant, shumë interesant. Pse tragjedi? Fundi ti vjen... E tash, çka o puna këtu, pse Ajaxi Dardan? Po, Dardan. Bëhet fjalë për Ajaxin ton Dardan. Se një luftëtari i joni, i UÇK-s, ka qenë jashtëzakonisht luftëtar i denj, ka qenë i fortë, i zëndë, edhe ja kanë dhënë atë nofkën, ja kanë dhënë Ajax, sepse ka qenë i fuqishëm, edhe i kanë thënë Ajaxi Dardan, për mos me emërua, po Ajaxi Dardan, edhe i kanë thënë Ajaxi Dardan. Edhe ky luftëtar i denj ka qenë, mas luftës, ka mbet kurse si, mas luftës... Normal, po. Mas luftës, mbesin e të në fshat atje.
Gruaja I thot, a diçka, po rrim nëse në qytet, s'kemi që ka kërkojmë në qytet. Po rrim fshat, atje jetojmë, bile kemi bukën, kemi atje edhe kthej, këto, I jetojnë aty mirë, po arrin aq në varfëri të skajshme, sa që bukë fëmijëve nuk s'mund Jo, t'i... a di se du të dalë një pikë shumë interesante se më kujtu në disa lider luftarë si Ajaxi, Po. që shumicave tyne fatkeqësisht e kanë lënë veten keq, domthonë janë shkri për kombin ose për popullin, Ashtu, po. edhe vetë kanë metë si shtuti pa bukën e gojës. Po, është rasti I tillë është kështu. Është e habitshme, sepse më kujtu në disa lider botror, tash duke komunikuar, për shembull ka qenë Salaudin Ejupi, mesin e tyre. Njëjtën histori me Ajaxin. Luftar, 1 milion ushtar I ka pas. Në fund, për veti astesha në trup si ka moj, domethënë I ka dhuru për ushtrinë ose edhe kuajt edhe Politiken, po, pra. Edhe është e habitshme që herojt, është e habitshme, ata po u flijeshin, po bëjshin therror ose fli për kombin, për Kosovën. Për shembull, heroi I madh Adem Jashari. Ai u fliu për këtë vend, për kombin, edhe ne sot e gëzojmë lirinë. Po. Herojt e mëdhej pra gjithmonë flijohen, pra japin gjithçka të veten për ta çu kombin përpara. Pra ata nuk morën asgjë me vete, thjesht morën lirinë që na dhanë neve edhe ne sot ende e gëzojmë ata. Ta plotësoj vetëm për këtë ushtar. Është një parantezë, një sintezë që duhet. Është po bashkë këtu bëhet fjalë për atë. Pikërisht. Bëhet fjalë bashkë këtu. E ky luftar thash se ti vjen konflikt me gruan. Të të marrë bukë s'kemi me hangër, të si kemi mi ushqy. Shumë idealist I madh. Po të grua të s'kam se çka me bë unë s'muj me dalë me vjedhë. Sa bukur. S'muj unë me vjedhë. Shumë I drejtë. Po shife shokët e tu që kanë bë, ato mundën me bë, unë nuk mundëm. Shif si janë pasurua ato mundën, po unë nuk mundëm. Wow, e madhe kjo. Gruaja e thot një a diçka, thot, pa shkopër lutë një shok të luftë që keni qenë bashkë, ati në është po, ndështë në I punë mundën me ta gjithë, me ta sigurua, shkon të shoku e lutë si kur që kanë gja. Shumë gjana kanë gja, këtu të ne po, bas luftës sidomos. Thot, a diçka, thot, kam betur në tepër në situatë të vështirë, thot, bukë s'ka me hangër, pas, atë siguro ma një vend punë e dikund, atë, po, thot, aty, po, ta siguroj, thot, 10.000 euro, thot, për me ta siguru punën, po, thot, ku me marru në 10.000 euro, me sikur ti kisha ato s'do vija me një punë. A diçka, thot, ka ndryshuar gjërat. Ka ndryshuar gjërat. Ka kalu ku e luftës, mo, tash është pasari tjetër është. Plaçkitjes. Nështë azash ma tepër, këtë demoralizohet për stepër mi dhe prej shoqërisë, se kanë eliminu, sepse janë friguë prej këti, edhe se vendi kam ja uzon dikush kyja din, e kanë eliminu, për buzë e kanë eliminu, s'ka pas kur që tjetër edhe ka vendosët, unë, qka me jetu, tëtë. Kam dhënë këtë që ka kam mujtë për këtë vend, thëtë për mu s'ka vetë këtë vend, kërë tjetër duhet mu vetë fliu. Vendosë me bë vetë flijimin. Edhe vetë flijimin e bërnë aty ku ka fillu luftën me serbët prej ati rapit, ku ka gjujt, aty në dhe aty... Merë edhe ca jetë serbë se edhe kalanë. Po, e tash më sta zhasim, ma tepër e banë vetë flijimin edhe. Qa është ma karakteristike, mas 2 javë ditë e 2 shokët ati të luftës, shkojnë me vizitu varren. E ti, një shatin e merë, tjetër e merë lopatën, e tja regullojmë edhe varren këti shokët. Shkojnë aty të fillojnë me bisedojnë, ke qenë luftarë, tash fillojnë konfliktin mes dy shokëve. Se cili për mërë? A di qka mërë, thëtë, po ti hikës edhe ti ke qenë në grupin e atyne që ja kanë bo ati, thëtë edhe ti ke qenë atyne përleshën me zvedi. Konflikt? Po, shokë të varë.
Edhe njeni... Si duket profesor kjo realitet edhe në Kosovë? Po, njeni shkon me një anë tjetër, kur danë prej varit, njeni shkon me një anë tjetër, kur shkon në anë, si kur se shqiptarët, kush mund është me bashku, edhe mi ba një... Po si duket edhe sot janë nda kështu? Po, ashtu pra, ashtu dhe sot. Pra ndaj, po të fjallë, për këtë është një tragedi. Shumë e bukur. Tragedi është tepër... Do më thonë, kjo është rohe ro, kurse këta dy ndonë për mi ndo plazëmër të zbashku. Ashtu. Plaçken e luftës. Se kjo plaçka luftës përmendet kudo. Pa shumë. Me ndo pasurin, bro. Ashtu. Shumë e bukur kjo, shumë. Ashtu. Qenga edhe kjo shumë e bukur për realizim. Tepër është e bënë. Shumë e bukur. Dyrët e fatit edhe këtë. Fati, po, edhe kjo është një dramë tepër... Katarakte, Po, katarakte tepër është e dhimbshme. Edhe tepër. Profesor, ne kemi shumë për diskutuar së bashku, por minutat po ecin shumë, edhe ne dëshirën e kemi për të biseduar gjatë e gjatë, sepse dhe unë jam i apasionuar jashtëzakonisht mas librit, lexoj, jam edhe vetë autori 15 librave, edhe është kënaqësi kur takohem me kolegë që shkruajnë, edhe do këtë sikur koha nuk është të jetë siç. Një shok më thotë, me qenë se jem në mosh, bukur të shtyrë, thotë, si pa e kalon kohën, vetmin të si pa e përballon. Si e përballon i vetmin. Si pa e përballon vetmin të shumë letë, shumë mirë. Thotë, po si, po të vetëm, jo, nuk jem vetëm. Jam me... Thotë, po ullin të kompjuteri, i kom personajet e mije të dramave. Në dramat e caktume. Të dramave. Thashtë i lishoj ato personajet, edhe bashkë bisedoj bashkë me tatën, kështë që koha më ka donë për mrekullin, nuk kam kohë as me humë. Shumë e bukur. Nga, si përfundim, nga dramaturgët, kënë e keni pas gjithmonë si frymëzim? Shefe, di pse si më kam betë kjo të drama. Të dramaturgjie, po. Dramaturgjis. Dramën e parë, e kam shkruar me 1961, se nuk e kam sjellë këtu. 1961, po. 61, martesa. Po. E ishte një martesa me Facebook-un. Tjetër është. Kjo më mrapa ishte. Po, është tjetër është. Edhe kjo më shtini pak me qesh pak se... Me Facebook është shumë interesant. Interesant është. E tash, me 1961 dramën e pare kam shkruar. Po, kush ekziston te Facebook? Edhe është botuar me 2011, mas 50 viteve. Është botuar. Wow. Shumë 50 vite, mas 50 vite. Ka najtë dërshkrim? Dërshkrim 3 fletore. Ka të qëndrua aty, pas 50 vjetë i ka ardhë koha? Po, i ka ardhë. Atër kemi shkru në gegnisht. Po. Vetëm e kam shëndrua atër në gjuhë të unisuar, edhe i kam thonë janë një, po më dojë edhe një akt tjetër, ja kam shtua, po diqka tjetër, se qush atëre ka qenë e drame e shkëruar. Martesa me Facebook-un, ta lidhim si paralele? A ka një ironi këtu, pak? Për të se cinizem ta Facebook është kështu situata. Sot njerëzit takuan në kafe, takuan në vendën ndryshme, rrinë Facebook, rrinë aty. Gjithkohën me Facebook. Gjithkohën edhe sikur, ose edhe ka që martuhet. Djem 3, vajza 3. Kjo është Historia e kësaj martesës me Facebook është një femër shqiptare e ka kryer fakultetin juridik. Shefse edhe vitet po e shkelin, po kalojnë vitet, ajo në moshën veç 25 vjeqare. Ka ardhë koha për mu martua. Mirë për fatin kurse si s'po mundet me gjetë dikun tjetër. Kjo edhe kjo ka qenë në Facebook, i lajmërohet një djalosh prej Zvicrës me Facebook. Unë jam ky, unë jam ky, unë jam ky, unë jam pasonik, unë kam firmën timin. E josh, po. Edhe kjo fillojnë me kalu këtene, e bëjnë darsmat, vinë këtu,
Të ko, dhondër e, dhondër si, dhondër adyr, po e këtë me rena. Dhondër me rena. E ka sa ju gjithë shka. Po këtë vesh me rena. Martohen, do. Kur fillon martohen, shef, të të diqka, të ti e ke krye fakulteti juridike dhe për ty kom vendu në Zvicër të marrë të atje të punësoj të unë, edhe kjo puna. Në i farë byrojet Po të shkon atje në Zvicër, u martuhe. Kur shkon atje në Zvicër, kërkush asa vite, nuk më marrë këtë edhin, kjo e vrenë që s'është në regull kërkun. Situata, po. Thot ati qka unë mjaftë atje, edhe kështë qenë edhe i martume atje, hasët kjo dhe me atë grone e partë atje. Thot ati qka po mjen keq i ke fillu me këte, po kesh kujdes pak. E jep numër në telefonit femra që ka kalu lusja e pare ti, e jep numër në telefonit dhe bashkëpunojnë e i tregon të kënë njeri nuk është kërkont. Kesh kujdes. Kjo e shef, së është kërkont të tërë. Vjen puna, më ndena dhe fillon përqarja në mes tyre, fillon edhe represionet në shtëpi, këthejnë ato prej Zvicër gjaja këtu me jetu ma mire, firmën me qelë këtu me rrenë, edhe nuk shkon në situata kushe si me të merë me sende, edhe vendos kjo për më nda. Fillon më nda, kur ndarën këto prej ati, ti shkon në gjyqë se kërkon policia, Interpol e kërkon këte se ka po malverzime atje në Zvicër, ka vjetë në për bankave e marrin atë në burg. Kjo mbetet rrugëve, se prindet, se kjo dhondre i ka thonë, e ka prish makinën kjo aty të vozit, e ka prish të ta diçka, shkojmë të baba ytë atje, marrim diçka aty, që kerin me ma ble baba ytë. Me pare, po të ti, ka thonë se ke para, ke pasuri, tash momentalisht nuk kom, po që shkojnë të baba, që ka për lyp të dhanë, po dëmë qështu, të të hikë mërë, të hupë, të të qarë pasuni, që fa kur gjopë, edhe qika i prish punët edhe me familje. Nuk e pranojnë edhe leqitim. Edhe kjo, femna, pastaj, mbetet rrugëve, e ka gjetë rrugën tjetër në shtëpin aty ku nuk duhet me shkuë. Po të kuptaj, e qartë. Prandaj dëshiroj ta përmbyllim së bashku me Shqiponjat vallëzojnë, poezi hajku. Shqiponjat vërtet vallëzojnë, profesor? Ato lozin edhe në zvetje, edhe kur sillen rreth. Sepse është edhe një vallja shqipeve. Po, të vallja shqipeve. Vallëzojnë. Në çfarë mënyre vallëzojnë ato vallën e kanë? Po, varet se... Ne si kom bilasht, profesor, deri kur do vuajmë që të jemi të lirë të lëvizim gjithë botën. Të vallëzojmë lirshëm, të udhëtojmë lirshëm, shkëmbejmë për voja ide, jemi të ndarë në anekse, vonë Kosova fitoj të drejtën e vetë, 17 vite. Spari, na vetën du të vedisojmë. As gjama tepër. Qose na presim prej dikush tjetër të na vedison, nuk është në rregull. E vërtet. Por si do qoftë, ne du të jemi më të afërt. Por një fatkeqësi tepër e madhe të shqiptarët në përgjithësi. Se shqiptarët, po flas në përgjithësi, suksesin nuk ta pranon. Shumë vërtet. Derisa nuk të pranon ty, derisa ti nuk ja pranon suksesin ati, po qka të kushton mërë, po të mirë se arta i suksesi i ti, është edhe suksesi ytë, edhe suksesi i të gjithve. Po të tek ne, në përgjithësi, është bërë, sidomos në letërsi, apo të them për dramaturgji, është bërë muri kinez. Si është e mundën? Unë e pajtojmë.
ka për autor tjetër, Shakespeare-it, Molière-it, e gjithë të tjerëve s'mundesh m'ja kaluë. Mirë po, së pari duhet të autorit autorin vendas duhet të qmojsh aja, jo vetëm se shofin ato, jo frikohem se ajo është pak si politike, se pak atyri hik, po të realitetin po e të regon, jo politikën, për realitetin. Pra dhe të hik për realitetit tëndë, atë nuk është në regull aja. Sepse nëse ti nuk e vlerëson tëndin, ose tëndën, nuk mund të vlerësoj të hujen. Të hujen, pas është e prandaj kjo është shumë e vështirë këtu të kënet. është e vërtet, sepse pema vjen nga rënja. Rënjen po se ushqym, po se as deg nuk shkojnë lartësi, as fryte nuk jepen. Ja pra. A keni ndonjë mesazh, profesor i nderuar, për fund? Ndonjë mesazh për teleshikuesit, për rinincat, për popullin tonë? Çfarë i sugjeroni? Mesazhi më i afërt, mesazhi edhe më i mirë është që njerëzit me zveti të afrohen. Urrëtitjen të harrojnë, të afrohen. Zakonisht unë kam princip, kam shok, kam shok shumë. Këtë gjepat i kam. Por shok të vërtet i kam për atyne edhe ata i mbajnë gjep në rëndëshëm. Po as kujt nuk i thamë unë që i vallat këj ishte i keq, këj i keq, e kush është i mirë për ty atër? Kush mbet i mirë? E vërtet. Duhet njerëzit të afrohen, duhet njerëzit dashurit të shprehin, dashurin njerëzimi, dhe bashkëpunim duhet të kenë. Së mundësh me gjeti atjen. Për shembull, tash po bje fjallat e librat. Libra askush nuk lexon tash. E sidomos poezi. Fatkeqësi është ajo. Fatkeqësi, shumë e madhe. Kush nuk atë? Po sepse poezia buron nga shpirti. Nga shpirti. Edhe ajo shkruhet me shpirt, qofse ne nuk kemi shpirt si kom. Atë ndjen njeriu. Prandaj duhet njeriu të afrohet të lexojë që atë. Po këtu tek ne janë njerëzit të flasin me paragjykime. Ajo shumë keq. Gabim i madh shumë. Ja jep dikujt librin. Po atë. Vetë shef, onë është adën dikun të tjetër edhe e hull librin që e ka falë dikush. Nuk e lexon atër. Ose për shembull ja ke dhënë librin, ose nuk ja ke dhënë të ti, po flet pa ushallë, do më thonë me paragjykim. Jo, ky nuk vlen, ky nuk vlen. Për lexoje ti njerë, mire keq, në regull, edhe në qofse nuk është në regull, apo vjen për të shive, që kjo, unë kom që princip, që nuk më pëlqej, ti këshyre unë për të them, po të shife. Nuk do të thot që ti të dërzosh, po ti përmirësohu. Përmirësohu, sigurisht, jepi një udhëzim. Miku i mirë të ndihmon. Për të mirë. Miku i mirë të kritikon. Jo në publik ta kritikojsh që të tregojsh atë kinë se unë jam i ngritur e ky nuk është i ngritur. Nuk është me paragjykime. Me paragjykime nuk bëhet jeta. Është e vërtet. Faleminderit profesor edhe një herë. Ishte kënaqësi që ishim së bashku këto minuta. Me të vërtet na sollën një freski shumë të bukur, një kënaqësi shumë të madhe me hajkun, me dramat, me tragjedit, me punimet e juaja shkencore, me veprat dhe veprimtarinë e juaj ndër dekada të tëra. Edhe me të vërtet falenderoj jashtëmase që ke qenë pjesë e emisionit Le të flasim 7. Këtu me Prishtinë Jupiter Kompani Media, edhe shpresoj që ky emision të dëgjohet edhe më shumë, edhe të shikohen këto punë të juaja edhe më shumë, edhe këto punime. Ne kemi arritur një audiencë mjaft e madhe, kështu që unë ju falenderoj edhe një herë të gjithë teleshikuesve. Ishte pra profesor doktor Xhemil Bytyçi. Faleminderit që jemi në takimin e radhës.